Sistemi spitalor në vend do t'i nënshtrohet një procesi të thellë riformatimi që synon më shumë efikasitet, menaxhim modern dhe kujdes dinjitos për çdo pacient kudo në vend. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala inspektoi spitalin rajonal Memorial në Fier, ku po aplikohen modele moderne të menaxhimit, financimi bazuar në kosto reale dhe shpërblimi stafit sipas performancës. Gjatë vizitës në ambientet e këtij spitali, Ministrja Sala theksoi se autonomia spitalore përbën një shtyllë themelore të reformës në shëndetësi, pasi rrit përgjegjësinë menaxheriale, përmirëson përdorimin e burimeve financiare dhe krijon kushte për motivimin e stafit shëndetësor përmes vlerësimit sipas performancës. Sot jemi në spitalin Memorial të Fierit, është i vetmi spital në Republikën e Shqipërisë që ka autonomi financiare, që mund të menaxhojë dhe të planifikojë në mënyrë autonome. Në vitin 2026, një nga prioritetet që kemi si Ministri e Shëndetësisë është që të rishikojmë sistemin spitalor në gjithë vendin, duke pasur parasysh efikasitetin e shërbimeve që japin pacientit. Rishikimi i sistemit spitalor do të bazohet në analizën e zhvillimeve demografike dhe indikatorëve ndërkombëtar të performancës, si shfrytëzimi i shtratit, qarkullimi i shtratit dhe koha mesatare e qëndrimit në spital në transformimin dhe riorganizimin e spitaleve me bazë rajonale, duke përfshirë edhe shërbime të reja, si dhe në kalimin nga buxhetimi historik në buxhetimin sipas shërbimit, përmes tarifave të bazuara në DRG.